transparencën nuk e matë ankesa e paraqitur në Agjencinë për Informim e Privatësi, edhe besoj që kjo ka qenë e qartë dhe kemi thënë që nga fillimi. Agjencia para 5 viteve nuk ka pas zyrtar të trajnuar për ta trajtu interesin e publikut dhe për ta dallu me interesimin e publikut, që janë zyrtarët e shqyrtimit të ankesave në agjenci. E para dhe sindikata, edhe pse i ka vetëm 4 në numër, që ka qenë e pamundur me i përballu gjitha ankesat që i kemi pas, e që për 5 vjetë kanë arrit numrin 3000. E dyta, zyrtarët e qasjes në dokumente publike në institucione publike. Edhe pse sipas ligjit janë vetëm pika kontakti dhe për cilëse tek zyrtarët që janë përgjegjës e që janë zyrtarët kryesor administrativ në institucione publike, që në komuna i bie të jenë kryetarët e komunave, në institucione publike sekretarët e përgjithshëm, në të pambarrat kryeshefat ose drejtorat e përgjithshëm. Zyrtari i qasjes për aq dhe varësisht nga udhëheqësi i institucionit ose zyrtari i përgjithës ka dhënë kontributin e tij dhe janë mirë të trajnuar ta bëjnë këtë dallimin në mes të interesit publikut, interesimit publikut dhe të ofrojnë qasje. Kjo është e para për sa i përket qasjes, ndërsa e dyta për sa i përket mbrojtjes, po ashtu janë ndërtu trupat e mbrojtjes së dhënave, e që fatkeqësisht për dallim me sektorin privat, sektori publik gjithherë ka qenë ma hezitues, mund ta them, në përmbajtjen e këtyre standardeve. Por edhe një herë, çka ne kemi siguru për 5 vite, është që në 3000 ankesa të paraqitura, 80% të rasteve kanë rezultuar me marrjen e informacionit përmes ankesave tona, përmes ankesave që kemi shqyrtuar ne nga institucionet publike. E sa është i kënaqshëm kjo, nëse marrim si përqindje duket shumë e mirë, por nëse marrim në atë se sa dhe si institucionet publike duhet të jenë transparente në kuptimin e proaktivitetit saj, atëherë ngelem në një nivel jo të kënaqshëm. Faleminderit shumë për këtë fillim, për këtë përmbledhje. Zonja Bajqinovci, prej përvojës si gazetare, sa është e vështirë sot qasja në dokumente publike? A është bo ma e lehtë qasja e gazetarëve në këto dokumente, apo institucionet hala vazhdojnë me qenë të mbyllura? E tha zonja Sokojeva, mi dëgju statistikat ndoshta duket pak pozitive, kënaqshme, po si gazetare, jo veç për përvojës personale, po edhe kolegëve, se normalisht na bashkëpunojmë e diskutojmë këto vështirësitë dhe lehtësirat që e kena në profesion, vazhdon me mbet sfidë serioze, kisha me thonë, në qasja në dokumente publike, institucionet hezitojnë, pa kuptueshëm në shpërndarjen e informacione krejt bazike të thjeshta pyetje, se lemo qasje në dokumente që klasifikohen si matë ndjeshme, ndonjëherë edhe jo fare, po ata vendosin me i qujtë si tilla. Ka refuzojnë përgjigjen, ka vonesa në afate ligjore, kur dojnë përgjigje të pjesshme. Nuk e di, ka të bëj besoj ende me mentalitetin e institucioneve, si që një kërkesë të gazetarëve vazhdojnë me trajtu si një farë bezdije, një farë kërcënime për institucionin, e jo një obligim ligjor në fund të ditës që nuk është për favor të gazetarëve, po për favor të qytetarëve, për me u informu për ata që paguajnë taksa në këtë vend dhe ju intereson se është në të mirën e publikut gjithmonë. Faleminderit, zoti Shala, prej perspektives IKD-s, është transparenca institucionale në Kosovë duke u përmirësuar në realitet, apo hala ekziston një kulturë ku dokumentet duhet t'jepen vetëm pas presioneve, pas kërkesave apo ankesave dhe vendimeve që mund t'i merr agjencia? Në fakt e kësha bo ndoshta dhe një përmbledhje për me tregu trendin e transparencës institucionale që për funksionalizimit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Do thëtë si Instituti Kosovës për Drejtësi e kemi monitoru dhe suportu punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi që nga koha e funksionalizimit të saj. Dhe tash për shembull nëse i përmendim të fillojmë ndoshta me aspektet pozitive, ka një aspekt pozitiv për shkak se institucionet në një farë forme e shohin si presion Agjencinë për Informim dhe Privatësi në kuptim të dhënies së qasjes në dokumente publike. Për shembull, në të kaluarën kemi pas tallëzim me qindra kërkesa për qasjen dokumente publike, në të cilat institucionet nuk kanë përgjigjur fare. Ka pas mbikëqyrje fare, ka pas mbikëqyrje. Thjesht do
të ka injeruar. Momenti kur ka fillu me u aktivizu nga momenti funksionalizimit, nuk mundim me thonë që dhe nuk janë vendosur disa standarde të caktuara adekuate. Për shembull, ta zëm, Instituti i Kosovës për Drejtësi me vite kishte kërkuar që të hapen akvendimet për pushimin e hetimeve dhe akvendimet për hudhjen e kallëzimeve penale, mirë po që thjesht prokuroria nuk donte ta bënte këtë dhe e bëri standardi i vendosur nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Njëjtë ishte me disa proces verbale të udhës avokatëve të Kosovës që bazuan në ankesën e Institutit të Kosovës për Drejtësi, shënonte edhe gjobën e parë të shqiptuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi asokohe. Dhe mirë po tash kur flasim për aspektin e transparencës, do të thotë numri i madh i vendimeve, i ankesave në Agjencinë për Informim dhe Privatësi është e para, është aspekt pozitiv, për shkak se njerëzit po e kërkojnë të drejtën e tyre, mirë për një shtet që udhëhiqet nga transparenca nuk do duhet të ishte kështu. Nuk do duhet që Agjencia për Informim dhe Privatësi, do thotë numri i madh i ankesave tregon për mos transparencë. Normalisht që do duhet të kishte për çështje delikate të cilat institucioni ka paqartësi, pala ka paqartësi, ato nuk pajtohen dhe rasti shkon dhe zgjidhet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi dhe më pastaj krijohet aty një standard. Mirë po që fatkeqësisht kjo nuk po ndodh. Agjencia është mbi ngarkuar me ankesa për shkak të mos transparencës së institucioneve, për shkak se institucionet për dy arsye nuk e jetësojnë të drejtën për çështjen dokumente publike. Arsyeja e parë është se kanë diçka për të fshehur. Mos transparenca është burim i korrupsionit. Do thotë njëra prej bazave, prej burimeve kryesore të korrupsionit është mungesa e transparencës. Përderisa ata nuk ofrojnë çështje në dokumente publike, ata kanë diçka për të fshehur. E dyta është që është një farë përgjithsisht një farë mentaliteti pse më avdhon neve na publikut, ato janë dokumentet e institucionit, çka ju interesojnë media, çka ju interesojnë publikut. Do thotë për disa prej zyrtarëve ende është e paqartë se një qytetar që nuk është akter i shoqërisë civile, nuk është gazetar, thjesht po don me posa dokument, thjesht po don me ditë çka ka ndodhur me atë dokument që është autorizim publik dhe është dokument publik. Tash, në momentin kur e kemi gjithë këtë numër të ankesave, që do të flasim edhe në vijem, tash na lind edhe një problem tjetër, për shkak se zbehet fuqia e ankesës në Agjencinë për Informim dhe Privatësi, për shkak të mbi ngarkesës që ka Agjencia për Informim dhe Privatësi dhe kozgjotjes së madhe me u trajtu këto ankesa. Tash, nëse kemi, Andoina do thotë në shtafol edhe pak më specifikisht për këtë çështje. Nëse institucioni ka afat 7 ditë me u përgjigjë në një kërkesë për çështje në dokumente publike, nuk përgjigjet dhe më pastaj ankesa derisa të shurtohet në Agjencinë për Informim dhe Privatësi vënë 3 muaj apo 4 muaj, realisht institucioni veç e arrin efektin e vet me e mbyll atë çështje që në një moment të caktuar kohor ajo paraqet si interes publik. Për këtë arsye do thotë mungesa e transparencës institucionale nuk mundemi në asnjë rrethon mos them që s'ka pas fare progres, mirë po thjesht është avansur rruga se si me ik transparencës, duke mi ngarkuar Agjencinë për Informim dhe Privatësi, mos përkroja buxhetore Agjencisë për Informim dhe Privatësi, çortazi nën kupton mos investim në transparencë. Dhe ky është problem bazik. Mos flasim më pastaj për aspektin e publikimit proaktiv të dokumenteve. Dokumentet bazike, vendimet e ministra, vendimet proces verbale, mbledhje, vendimet që dolin nga mbledhja tjerë, këto do duhet të ishin publike, do thotë bota sot po flet për diçka jashtëzakonisht më të avancuar në kuptim të inteligjencës artificiale, ne ende duhet bëjmë avokem presion tek institucionet publike që ata të publikojnë disa dokumente publike dhe publikimi i dokumenteve publike në mënyrë proaktive do ta ulte numrin e kërkesave, numrin e ankesave dhe punën e vetë zyrtarëve, për shkak se thjesht do t'i publikonin aty dhe nuk do të kishte fare nevojë për transparencë. Megjithatë, qeveria që sot është në detyrë ka urdhër me premtimin për transparencë radikale. Kështu e ka përmendur. Dhe ka ndodhur apo jo? Jo, absolut jo. Dhe ka ndodhur krejtësisht e kundërta. Ka ndodhur krejtësisht e kundërta. Në raportet tona që kemi
që i kemi monitoru vetëm disa indikator bazik që ka përbën transparenca. Dhe soi ka publikuar këto të dhëna dhe del se për boll premtimit për transparencë radikale, fatkesisht qeveria nuk ka arrit me garantu as transparencë minimale. Zënja Dermaku, edhe në